si është jesh doktori i ftyrës në një botë ku shumica e njerëzve janë të paftyrë? Kjo është pyetje. Meritën në shtëpi, meritën në punë. Si është të punosh me gruan? Gjumin se përmende? Edhe gjumin! Lujin e kemi këtu, luji është qeni nga vnimit dhe nga vnimi nuk shkon askund pa te kur të thirrni nga vnimi në mysafir, bënu një gati që ka marrë me qef për ndryshe s'vjen. Nuk vjen. Jo, zgjidh violinën apo harmonikën. Hajde po fillojmë harmonikën. Milotin e kemi mbrapa kamera duke vallëzuar dhe duke kënduar, kështu që kemi një atmosferë mjaft të mirë këtu. Je shkolluar në Gjakov, Prishtinë, Beograd, Londër, në cilin qytet ke zënë më shumë t'i femna? Tash mund është me thonë një herë, më ka një mu gjeri, ma ka qitë do milë. Shohim kush është shok i vërtet. Dhe kush të shpëton? Edhe kush guxon, kush do trim edhe kush është shok i vërtet. Që vjen me t'nimu. Pasi jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, ju që do të zgjoheni për syfër, është edhe një ide shumë e mirë për syfër. Këto janë kiflet e mia, besoj që do t'ju pëlqejnë. E kom zbatu dëshirën e babas edhe djalit tim të parit, ja kom gjitë emrin Arber. Sot kom përzgjedh me ju përgatit qofte me qiqra. Kjo recept është të nanës time. Prandaj, unë sot do t'ju përgatis çorbën me spanak. Dikun e më rinë shpejtësi 120 km në orë në ramje në rinë. Leqe, kretë Gjakova fol, ka këcy filoni. Ne i thojmë fakultetit studimet. Në realitet studimi fillon kur fillon me punu. Tash, jo më bo bukur një farë kajteri, edhe me përvoj e tjera. Je kirurg maksilofacial, por edhe kirurg i kirurgjisë estetike, çka kishe ndryshuar në ftyrën e Gjerit?